Ekipi i Teuta Basket këtë javë është përballur me një stërvitje intensive, pasi kjo shënon dhe javën e tretë të kampionatit kombëtar të basketbollit dhe në fund të saj, ditën e shtunë, do të pres përballje në Pallatin e Sportit Ramazan Jala me ekipin e Apollonisë së Fierit. Synimi i Teuta Basket me nivelin intensiv të stërvitjeve të deritanishme është që të vazhdojë trendin e fitoreve të saj, pasi vjen në javën e tretë me 2 fitore absolute. Fillimisht ndaj Kamzës dhe më pas ndaj Flamurtarit, ndeshje e cila u fitua nga Durrësakët në Vlorë me rezultatin njohshës 35-81 pikë. Në stërvitjen e deritanishme, i gjithë ekipi në drejtimin e trajnerit me përvojë Nikola Milatovic po synon fitoren dhe për këtë, krahas intensitetit fizik që është treguar, janë analizuar të gjitha avantazhet e deritanishme të ekipit në fushë, por dhe të dobësive të reflektuara në situatat të caktuara, me synimin për të eliminuar dhe për të ruajtur kështu avantazhin e deritanishëm ku po kryeson në kampionat me pikë të plota. Tifozëria durrësake ju bën thirrje ndërkohë bashkëqytetarëve që të ndjekën këtë fundjavë skuadrën e tyre të zemrës, Teuta Basket, e cila ka ditur t'i nderojë deri tani. Në ndeshjen e radhës, djemtë e detit do të përballen me skuadrën e Apollonisë së Fierit në Pallatin e Sportit Ramazan Jala. Thirrja e tyre është sportdashës të qytetit, të Durrësit, ejeni të mbështesin djemtan, përfaqësuesit e qytetarisë durrësake në sfidën e tyre të radhës, të shtunën në orën 19.